Miq Prizmus, ajo që kam paralajmëruar kur deputetja neomalsore Mariana Koçeku dhe deputeti Kliti Hoti u bashkuan me një veprim i cili sigurisht nuk është se kishte ne diçka të madhe, por ishte një veprim i cili po bëhej kot nga që masat ishin marrë për atë lloj kërkese që kishin. Paralajmërova që Mariana Koçeku nuk është në vendin e duhur. Në të vërtet, këta e kam thënë që kur Edi Rama e vendosi në listë parën në Shkodër, edhe ku në Shkodër, e vendosi në mënyrë të pamerituar, e vendosi në mënyrë të egzageruar, e vendosi në mënyrë arrogante. Të pamerituar sepse nuk ishte një kontribut, minimumin e kontributeve. Asnjë lloj kontributi për qytetin, asnjë lloj kontributi. Nuk i lejonte mosha asaj, nuk i lejonte asgjë që kishte bërë deri në ato momente. E bëri sepse ishte arrogancë e jashtëzakonshme, një pushteti të cilën Edi Rama e ushtron në mënyrë të egzageruar. Si për listën e mbyllur, si për atë që nuk pyet askërkën. Asnjë lloj forumi dhe asnjë lloj nuk pyet për asgjë. Edhe këtë e bën edhe me Shkodrën, sepse sigurisht ka një drejtë madhe për ta bërë, sepse dhe Shkodra me Partinë Socialiste sjell gjithmonë në mënyrë aproksimative, në mënyrë të çuditshme. Dhe pikërisht kjo ishte dhe arroganca. Fyu socialistët, fyu dhe qytetin. Jo se kishte gjë Mariana Koçeku, po se nuk ishte në vendin e saj. Atëherë ka bërë gabimin klamoroz të jashtëzakonshëm Mariana Koçeku, që pranoi aty ku ka mungesë të jashtëzakonshme të bindjes dhe kur e kuptonte shumë mirë që jo vetëm po i zinte vendin njerëzve më me kontribute, shumë vendeve. Mos t'i përmend emrat e socialistave në Shkodër, po dhe qytetarëve që mos ishin socialist, sikur nuk ishte Mariana Koçeku. Po kështu donte ta bënte Edi Rama. Mariana Koçeku tash i jep dorëheqjen sepse sigurisht e filloi që në fillim me mosbindjet e saj, nuk u fut kurrë në strukturat socialiste. Jo vetëm që nuk i njihte, por nuk i pëlqente. As strukturat socialiste nuk e pëlqenin. Filloi marzit me leksionet për gjuhën, gegnishte në element tillë idiot që sundojnë marzit e Shkodrës, i ka Shkodra, këto marzi, po futet edhe Koçeku me eksperiencën e saj të madhe me dhit në krah, të shiv jepte edhe leksione lingvistike, leksione gjuhë, patriotizma me krajinarizmat e gegnishtes së tilla. I bite ndesh edhe socialistave. Si stash, ata se kishin qef, as kjo si kishte qef. Se s'kishte asnjë lidhje, as një lloj lidhje filozofike dhe politike me socialistat. Asnjë lloj lidhje, zero lidhje. Kishte vetëm një lidhje. E kishte parë Edi Rama dhe thote po, këtë vajzën, si me shumë të tjerë, e dua edhe të parë në listë. Tash sigurisht filluan edhe bashkëpunimet, edhe njëkohësisht u pa qartë me këto lëvizjet e fundit që Mariana nuk kishte pjesë më në Partisë Socialiste. Vizitat, takimet, të gjitha të tjerat ishin prej kohësh që s'kishin lidhje me Partinë Socialiste. Me Partinë Socialiste nuk kanë lidhje shumë tjerë sepse kanë lidhje me Edi Ramën, por këto lidhjet me Edi Ramën janë të kaputshme menjëherë. Dhe kjo është një nga fatkeqësitë e mëdha të sotme që Partia Socialiste do t'i mbajë fajet e toleruara të Edi Ramës, pa ja tërheqë një herë veshin, sepse po t'ja të kishin tërhequr veshin, po të kishin bërë një rebelim të vetëm në parti, sigurisht edhe Rama do kishte marrë vesh, pa i nuk merr vesh se ju kam çuar nga fitoria në fitorie në sajt Sali Berishës. Tashti, tolerimi dhe marrëzira e Edi Ramës me Sali Berishën po i paguan Partia Socialiste. Dhe fillimi është Mariana Koçeku.
nuk është Elisa Spiropali. Elisa Spiropali është një socialiste. Sigurisht ka filluar me mjaftin, po është një e majt, e plot në mendim edhe në filozofi. Neomalsoria s'ka lidhje fare me Partinë Socialiste. Ajo nuk ka lidhje as me qytetin e Shkodrës, as një lloj lidhje me qytetin e Shkodrës. Jo vetëm me zonën e Parrucës, po themi edhe, po as me zonën e Gjuadorit. Nuk ka lidhje me qytetin e Shkodrës. Sigurisht ka lidhje me zonën e saj dhe tash i ka bërë mirë që është ndarë, pavarësisht se këtu thonë tash që dorëzo mandatin. Neomalsoria s'ka për të dorëzuar mandat, sepse e di që do linçohet. I duhet mandati që të bëj atë që kishte në mend bënte që në fillim, përfaqësonte idealin e saj politik, që sigurisht nuk është ideali i Partisë Socialiste. Po njëkohësisht edhe idealin e saj religionar, të cilin sigurisht duhet ta ndjeki. Nuk ka parti demokristiane dhe nuk ka parti krahineriste ose lobiste të zonës neomalsores, po ajo mund ta bëj vetë këtë gjë. Mund ta ndjeki. Edhe mund t'i dali zot të gjithë ideve dhe nuk e di, parimeve, idealeve që ka. Jo thjesht zona saj, po dhe fryma saj filozofike dhe politike. Ajo nuk duhet linçuar, ajo duhet lënë tash të veprojë si ka dëshirën e saj. Unë nuk i zemërohem neomalsores. Edhe shumë të tjerë nuk kanë pse t'i zemërohen neomalsores. Nuk ka faje. Fajen e ka Edi Rama. Plotësisht Edi Rama dhe jo vetëm për neomalsoren. Edhe për shumë element tjerë të arrogancës persistente, politike dhe filozofike që transmeton, dhe që shpesh herë i bëjnë keq dhe i kanë bërë keq. Jo vetëm Parti Socialiste, po dhe këti vend. Dakord, miqtë mi?